Qindra besimtarë të krishterë kanë marrë pjesë në meshin e vigjiljes së Pashkës që u zhvillua në katedralen e Shkodrës, mes lutjesh besimtarët për kujtuar ringjalljen e Krishtit. Kjo është nata në të cilën kremtojmë misterin e madh të besimit ton, fitoren e Krishtit mbi vdekjen, tha Imzo Giovanni Peragjine, arqipeshk metropolit Shkodër-Pult, i cili udhëhoqi meshin e shenjtë. Ai shtoi se fjala Pashk do thotë kalim, që të kalojmë edhe ne nga errësira e mëkatit në dritën e jetës së re. Në të vërtetë, kjo është nata në të cilin kremtojmë misterin e madh të besimit tonë, fitoren e Krishtit mbi vdekjen. Kemi filluar liturgji në errësirë, sipas traditës së kishës. Kemi filluar liturgji jashtë kishës, ku kemi bekuar zjarrin. Nga zjarri i bekuar kemi ndesur qerin e Pashkës, që përfaqëson pikërisht Krishti, që është drita e botës. Është Krishti, i cili me ringjalljen e tij ka fituar mbi errësirën e vdekjes dhe na fton edhe neve të bëjmë këtë kalim. Në fakt, fjala Pashkë do të thotë të kalim, që të kalojmë edhe ne nga errësira e mëkatit në dritën e jetës së re, që është jeta e Krishtit. Ky është gëzimi që sonte kremtojmë. Ky është gëzimi që sonte e këndojmë me jetën tonë. Falë ringjalljes së Krishtit, vdekja bëhet fillimi një jetë të re. Zoti nuk është më i burgosur në vdekjen, por jeton në mes nesh, është i gjallë në mes nesh, sepse ringjallja e Krishtit nuk është një kujtim i largët. Nuk jemi këtu për të kujtuar çfarë ka ndodhur shumë vite përpara. Por ringjallja e Krishtit është një realitet që ndodh edhe sot. Një realitet i gjallë që ndryshon të tashmen tonë dhe na thërret të jetojmë edhe ne me shpresë, me guxim dhe njëkohësisht edhe me gëzim. Pashka nuk është vetëm një festë, por është një takim. Varri është bosh, Jezusi është gjallë, dhe këtë natë ai na thërret të gjithëve në mënyrë të ndryshme të jetojmë si njerëz të ringjallur, do të thotë dëshmitar të dritës dhe të dashurisë së tij. Ndërkohë këtë diel është mbajtur mesha Pashkës në katedralen e Shkodrës.